Në ambientet e Bibliotekës Shkencore të Universitetit të Shkodrës, Luiz Gurakuqi u zhvillua konferenca shkencore me temë nga recetat e klevizja, protokolli i bashkëpunimit klinik në Shkodër, i organizuar nga Departamenti i Edukimit Fizik dhe Sportit i FSHE në bashkëpunim me ACSM, Exercise is Medicine Albania. Konferenca mblodhi personalitetet të njohura nga fushë arsimit, mjekësisë dhe politikës. Gjatë konferencës u prezantua nisma globale Exercise is Medicine, e themeluar nga American College of Sports Medicine dhe American Medical Association, e cila synon të bëjë vlerësimin dhe promovimin e aktivitetit fizik, një standard rutin në çdo vizitë klinike. Ka efekte parandaluese në sëmundjet kronike. Unë nuk po i përmend me hollësira, po sëmundjet kardiovaskulare, diabeti tipi 2, obeziteti, menaxhimi i dietës, dieta praktikisht shërben për të ulur peshën, të luftuar obezitetin, por është aktiviteti fizik ai që mban atë ulje peshe. Praktikisht të gjithë e dimë që nuk është aktiviteti fizik vetëm që ul në peshë, por është dieta kryesore, por aktiviteti fizik është ai që mban atë ulje në peshë. Këto konferenca krijojnë ura të reja bashkëpunimi, sidomos mes dy shteteve vllazërore që kemi si Kosova dhe Shqipëria. Andaj edhe një herë ju falenderoj shumë për ftesën. U fol shumë për aktivitetin fizik, e dim që kohëve të fundit, në 50 vjet e fundit, njerëzit, shoqëria jonë asnjëherë më pak nuk ka lëvizur. Kështu që këto konferenca vetëdijsojnë popullatën, shoqërinë tonë, studentët tonë, që të merremi të studiojmë sa më shumë për edukimin fizik dhe sportin, gjithashtu edhe për aktivitetin fizik dhe sportiv. Në fjalën e tij përshëndetse, rektori Gjuraj theksoi se Universiteti i Shkodrës Luiz Gurakuqi mbetet i hapur për aktivitete që nxisin bashkëpunimin ndërdisiplinar dhe inovacionin në fushën e shëndetit. Ndoshta kjo konferencë është një thirrje për drejtues të këtij departamenti të fakultetit për të riparë programet e edukimit fizik dhe sportit, për t'i bërë ato sa më bashkëkohore dhe sa më atraktive, për të riparë programet, sepse shoh që këtu ka kjo konferencë ajo me një fjali çfarë mund të nënvizoj është ndërdisiplinariteti. Pra këtu sa shikon aspekte klinike apo paraklinike dhe aspektet profesionale ose praktike pra të studentëve. Pra nisma ndërkombëtare Exercise is Medicine ka transformuar mënyrën se si mjekësia moderne e koncepton aktivitetin fizik. Ajo promovon idenë e fuqishme se ushtrimi fizik nuk është thjesht një rekomandim shtesë, por një komponent thelbësor i trajtimit të parandalimit të sëmundjeve kronike. Në këtë frymë, bashkëpunimi mes mjekëve dhe profesionistëve të aktivitetit fizik bëhet jo vetëm i dobishëm, por i domosdoshëm. Konferenca shënoi një hap të rëndësishëm drejt forcimit të bashkëpunimit ndërinstitucional dhe promovimit të aktivitetit fizik, pjesë integrale e kujdesit shëndetësor, duke vendosur Shkodrën në hartën e nismave bashkëkohore për një shoqëri më të shëndetshme.